Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën thirrje Izraelit të respektojë ligjin ndërkombëtar humanitar pas sulmit të fundit në Gaza, ku mbeten të vrarë 15 persona përfshirë staf mjekësor dhe civil të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Duke ju përgjigjur pyetjeve mbi viktimat, një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit theksoi se çdo gjë që ndodh në Gaza po ndodh për faj të Hamasit. Agjencia humanitare e OKB raportoi se më 23 mars, 5 ambulanca, një kamion zjarfikës dhe një automjet i OKB-s u goditën duke lënë të vdekur 15 persona përfshirë ekipet mjekësore të organizatës. Ushtria izraelite deklaroi se trupat e saj qëlluan mbi automjete që po lëviznin në mënyrë të dyshimt pa fener apo sinjale emergjence, duke përfshirë një operativ të Hamasit dhe militantë të tjerë mes të vrarëve. Sipas së drejtës ndërkombëtare humanitare, shënjestrimi i civilëve dhe personelit mjekësor është rreptësisht i ndaluar dhe kërkohet mbrojtje specifike për ta. SBA, që është furnizuesi më i madh i armëve për Izraelin, ndalon përdorimin e armëve të saj nga ushtrit e huaja kundër civilëve dhe personelit mjekësor. Megjithatë, kritikat ndërkombëtare ndaj veprimeve ushtarake të Izraelit janë shtuar duke ngritur shqetësime për respektimin e ligjit ndërkombëtar në zonat e konfliktit. Incidenti ka nxitur reagime të forta nga organizatat humanitare dhe përfaqësues të OKB-s, të cilët kanë kërkuar hetime të pavarura për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar përgjegjësit. Aktivistët e të drejtave të njerëzit kanë theksuar se sulmet e përsëritura ndaj civilëve dhe infrastrukturës humanitare përbën shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Përplasjet e dhunshme në Gaza kanë shkaktuar një krizë të rëndë humanitare, duke përkeqësuar kushtet e jetesës për civilët palestinezë dhe duke vënë në rrezik shërbimet bazë të kujdesit shëndetësor dhe ndihmës emergjente. Në këtë kontekst, shumë analistë shohin si etike ndërhyrjen diplomatike për të ulur tensionet dhe për të rikthyer përpjekjet për një zgjidhje të qëndrueshme politike.